Në dy raportet e publikuara, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka analizuar ngarkesën, efikasitetin, mënyrën e trajtimit të rasteve dhe çështje të tjera të cilat ndërlidhen me trajtimin e rasteve të krimeve të rënda dhe departamenteve të përgjithshme në sistemin prokurorial dhe gjyqësor. Në këtë drejtim, do thotë në raport me ngarkesën, ajo çfarë është si gjetje e përbashkët në të dy departamentet dhe madje pothuajse edhe në prokurori edhe në gjykat është se numri i prokurorëve dhe i gjyqtarëve duhet të shpërndohet në mënyrë më adekuate. Kjo në atë mënyrë që edhe ngarkesat të jetë ekuivalente në mes të një prokurorie në raport me prokurorinë tjetër. Kjo për shkak se bazuar në gjetjet e Institutit të Kosovës për Drejtësi, ngarkesa nuk është e harmonizuar nga një prokurori në një prokurori tjetër. Nëse krahasohet ngarkesa me numrin e prokurorëve, për shembull, dalin dallime të theksuara në mesin e prokurorive dhe për këtë arsye është e domosdoshme që kjo çështje të trajtohet nga Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor në atë mënyrë që të ketë që përmes transferimeve të përkohshme apo të përhershme të ketë edhe një rishpërndarje në mënyrë që të arrihet një balans në mes prokurorive sa i përket ngarkesës me lënë. Një aspekt tjetër që kemi trajtuar është edhe çështja e efikasitetit. Derisa Këshilli Gjyqësor i Kosovës e ka zgjidhur këtë çështje në kuptim të asaj që ka miratuar një rregullore që efikasitetin e mot varësisht peshës së lëndëve të kryera, sistemi prokurorial ende e mot varësisht numrit të lëndëve të kryera e jo secila lëndë ka dhe peshën e njëjtë. Dhe që edhe kjo çështje mbetet për tu trajtuar nga ana e sistemit prokurorial në atë mënyrë që të rishqyrtohet rregulloria për normat orientuese, në atë mënyrë që të klasifikohen lëndët dhe që të njëjtat të vlerësohen sipas peshës që kanë. Ideja është se kemi viteve të fundit, do thotë, është ngritur, do thotë, si niveli i prokurorëve, po veçanërisht edhe niveli i gjyqtarëve. Megjithatë, ngarkesa ka mbetur në nivele problematike, për shkak se nëse e krahasojmë, do thotë, përkundër faktit që në fusha të caktuara është ulur ngarkesa, prapë kozgjatja vazhdon të mbetet shumë e lartë. Megjithatë, jashtë këtyre dy raporteve, çështja e kozgjatjes së trajtimit të rasteve problematike mbetet në trajtimin e rasteve civile dhe kjo është problematika kryesore. Tash, përkundër faktit që kemi një numër të madh të gjyqtarëve dhe është ngritur numri i gjyqtarëve dhe vetë sistemi gjyqësor i Kosovës ka reflektuar përballë kësaj ngritje me ngritjen e numrit të lëndëve të zgjidhura, prapë kjo nuk ka qenë e mjaftueshme. Dhe kjo kryesisht për shkak të papërgjegjshmërisë administratës publike e cila nuk ka përmbushur detyrimin ndaj qytetarëve, ashtu siç është e obliguar duke i detyruar qytetarët që të drejtën e tyre ta kërkojnë përmes rrugëve gjyqësore. Dhe kjo situatë ka mbingarkuar sistemin gjyqësor dhe që nuk ka arritur që të prodhojë drejtësi të shpejtë, nëse mundemi me thonë, përkundër rritjes së numrit të gjyqtarëve. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që veçanërisht në rastet civile, në rastet administrative, të përshtatet edhe administrata në atë mënyrë që ta jap kontributin e saj në zbatimin e ligjit, duke mos detyruar qytetarët që të drejtën e tyre ta kërkojnë përmes rrugëve gjyqësore dhe që në atë mënyrë edhe qytetarët të zvarriten edhe të dëmtohet buxheti për shkak të shpenzimeve procedurale të cilat krijohen dhe edhe të ngarkohet gjyqësori. Raporti i Institutit të Kosovës për Drejtësi ka gjetur se kompenzimi në procedurë penale mund të themi se ndodh pothuajse vetëm përjashtimisht. Dhe kjo është një problematikë shumë e theksuar dhe është një problematikë shumë dimensionale. Problematika e parë është se pala e dëmtuar nëse nuk kompenzohet, nëse nuk trajtohet dhe nuk vendoset lidhur me kërkesën pasurore juridike, atëherë i bie që pas përfundimit të procesit gjyqësor, për palën e dëmtuar procesi gjyqësor nuk ka përfunduar, mirëpo paraqet një fillim të ri për ta kërkuar drejtën përmes një procedure të re gjyqësore në procedurë civile dhe që do thotë kemi një zvarritje të theksuar në raport me palën e dëmtuar, e cila nuk mund ta realizojë kërkesën pasurore juridike. Aspekti i dytë problematik është se gjyqësori në vend që t'i trajtoj lëndët në kuadër të procedurës penale, i njëjti ngarkohet me një lëndë të re e cila duhet të shkojë dhe të zgjidhet në procedurë civile. Tash nga ajo që kemi gjetur ne është se përpos faktit që gjykatat nuk po vendosin në lidhje me kërkesën pasurore juridike, problematike është edhe fakti që nuk parashtrohen kërkesa juridike në procedurë penale nga ana e palëve të dëmtuara.
Përkundër faktit që jemi në një procedurë penale, në raport me kërkesën pasurore juridike, gjykata duhet të vendosë sipas dispozitave civile edhe që hyn në aplikim edhe parimi i disponibilitetit të palëve dhe që definitivisht se palët e dëmtuara duhet të paraqisin kërkesë pasurore juridike për të mundsuar dhe lehtësuar vendosjen në raport me këtë kërkesë nga ana e gjykatës. Dhe është shumë e rëndësishme që veçanërisht në rastet kur palët përfaqësohen nga avokatët ato të paraqisen një kërkesë pasurore juridike të detajuar në mënyrë që t'i mundsohet edhe vendimarrja në raport me këtë çështje gjykatës, kjo në mënyrë që palët ta realizojë të drejtën brenda procedurës penale dhe po ashtu mos të ngarkohet gjyqësori me dy lëndë të njëjtën kohë për çështjen e njëjtë. Tash procedura në këtë rast nëse nuk vendoset lidhur me kërkesën pasurore juridike, pasi që të përfundoj procedura penale, pra vetëm pasi vendimi që e përfundon procedurën penale merr formën e prerë, vetëm atëherë hapet rruga më pastaj për të kaluar në procedurë civile për ta realizuar dëmin që është shkaktuar nga ajo vepër penale. Ndërkaq, rasti në procedurë civile që tash fillon është rast tërësisht i ri. Pra, kemi një zhvillimin në një procedure penale dhe më pastaj pas përfundimit të procedurës penale duhet që të fillojë një proces nga zero në procedurë civile që i njëjti më pastaj të trajtojë vetëm aspektin e dëmit dhe që kjo definitivisht është një zvarritje e madhe dhe një procedurë konsiderueshme gjatë në raport me palën e dëmtuar, mirë po për i theksoj është edhe ngarkesë edhe për vetë gjyqësorin për shkak se e krijon një lëndë që do të mund ta zgjidhte qysh në procedurë penale.